Alhamdulillah, salatu, salamu ala rasulillah. Falënderimi për këtë vetëm Allahut më adhuruar, pa që Allah dhe bekimet e tij qofshin për profetin tonë Muhammed alayhis salam. Të dashur vëllezër, më kujtua hadithi i Xhibrilit, hadith madhështor, hadithi i cili na tregon për Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Është hadithi i Xhibrilit sepse Xhibrili alayhis salam në këtë hadith tregon se ka ardhur në formën e një personi, i cili kishte veshur rroba shumë të bardhë, në flokë të zi, nuk shikosh tek ai gjurmët e udhëtimit, nuk i njihte askush prej nesh, pra në sahabët. Dhe Xhibrili alayhis salam e pyet profetin, vullën e profetëve, engjëlli më i mirë pyet profetin më të mirë, vullën e profetëve, për çështjet më të rëndësishme që mund të pyesi dikush. Për çështje më të rëndësishme të fesë. E pyeti për çështje islami, çështje imani, çështje ihsani. Çështje islami, do të thotë islam, çështje besimi dhe çështje ihsani, bamirësia. Kjo pyetja e parë u përgjigj dhe më pasi u përgjigj profeti sallallahu alajhi wasallam, ai tha po ashtu është. Sahabët u habitën. Pyet dhe miraton. Dhe tregoi profeti sallallahu alajhi wasallam që Islami ndërtohet në 5 shtylla. Pastaj mbasi e pyeti për imanin, tregoi 6 kushtet e imanit. Më pas e pyeti për ihsanin. Dhe tu dua të ndalem pak. Ihsani, bamirësia, është përkthyer bamirësia, ihsani, përsosja e gradës më të lartë të fesë. Erdhi për kufizimin shumë të bukur dhe shumë madhështor, dhe kush e arrin këtë gradë ka arritur me të vërtetë besimin më të lartë. Ihsan do të thotë ta adhurosh Allahun e madhëruar sikur se ti e shikon atë. Ta adhurosh Allahun e madhëruar, ta ndjesh adhurimin tënd sikur ti e shikon Allahun azza wa jalla. Allahu në dunja nuk shikohet. Lejse kemi të lihi shej, u huwa semiul basir, nuk është shembull ati asgjë, dhe ai është dëgjuesi, ai është shikuesi çdo gjëje. Besimtari ka në besimin e tij që për Allahu nuk ka shëmbulltyr, nuk ka përngjasim, askush nuk është si ai, askush nuk i ngjan atij, ai është një i vetëm në qenin e tij, në emrat e tij, në cilësitë e tij, të lartat, përsosura, të bukura. Dhe nëse nuk arrin gradën e parë të ihsanit, atëherë adhuroj Allahun e madhëruar, dhe kjo është shumë e rëndësishme, dhe dije se Allah po shikon. Nëse ne në çdo adhurim që veprojmë, në namaz, si kemi zemra? Ismail? Për shembull, Ismail, Yunusi, Gazi, në namazin e tij mundohet që në momentin kur ai fillon namazin, është i sigurt për besimin në Allahun azza wa jall sikur se ai po shikon Allahun. Nëse nuk arrin këtë gradë, atëherë dije të sigurt se Allahu shikon në atë çast. Shikon në çdo çast, po gjatë adhurimit të paktën përjetoje të ndjenjë. Sillën në mendje dhe në zemrën tënde se Allahu po të shikon. Dhe shikimi i Allahut madhëruar nuk është shikimi i krijesës, që shikon një krijesë tjetër. Shikimi i Allahut azza wa jalla është shikimi i krijuesit për krijesën që ai krijoi. Ai kujdeset për këtë krijesë, ai e mban gjallë të krijesë, ai e furnizon këtë krijesë, zemrën që të rreth të krijarorin tënd, ai e lëviz, gjabun që lëviz damarët e tu, ai i bën që të lëvizit dhe të rrjedhin. Është Allahu i madhëruar i cili ta bëri të dashur këtë namaz, është Allahu i madhëruar që të mundsoj të hysh në xhami për të falur, është Allahu i madhëruar dhuruesi i vërtet ndaj teje, bamirësi i vërtet ndaj teje, bamirësi më i madh ndaj teje. Allahu i madhëruar është ai i cili
Te ka i është kthimi jo? Herë ka vonë, do vi momenti kur ti të kthehesh do dalësh para Allahut Azza wa Jall. Prandaj besimtari është shumë e domosdoshme që mos i kthehet adhurimi në diçka rutinë që e bën vetëm në një formë mekanike. Prandaj ka ardhur hadith që nuk merr për shpërblimit në namazin tënd vetëm atë që ti logjikon, kupton, mediton dhe ndjen. Që çështja e ndjenjës është diçka që ne përpiqemi dhe çdo kush i jepet mundësi dhe sukses aq sa Allahu ja mundsoi, mbasi ai u përpoq. Por se të paktën besimtari duhet të marrë shkaqet se si të arrijë të paktën gradën e dytë, që në çdo adhurim tëndin ti të prezantosh tek vetja jote dhe të sjellësh në mendje se Allah po të shikon. Allah i madhëruar në shumë ajete kuranore na kujton se ai është mbi kryerësi jon. Nuk ka dy, Allah është i tretë. Nuk ka tre, Allah është i katërti. 3, 5, 7, 8, i 9 të cili është midis tash. Allahu Azza wa Jall me dijen e tij, me fuqinë e tij, dhe ai është mbi arshin e tij, siç ta ka madhërisë e tij. Dhe arshi është krijesa më e madhe. Dhe nëse meditojmë pak në krijim, si ka ardhur hadith, qielli i parë në qiell, pra lartësia midis qiellit të parë dhe dytit, sa qindra vjet? 500 vjet. I dyti dhe treti po aq lartësi. 7 qejt, pra do të kështu vazhdon të kesh qielli 7. 7 qejt në kursinë e Allahut është sa një unas të shkëlqyer. Kursia e Allahut në 7 qejt tek arshi i Allahut është sa një unas të shkëlqyer. Raporti për të na përfaqësoj neve madhështinë e krijimit të Allahut dhe të njëjtën kohë madhështinë e krijuesit. 7 qejt, kursi, arshi para Allahut që si japën dietar. Ka krahasim? Asgjë. Është i fjalë një dietare përgjithësi, çdo gjë para Allahut është. Çdo krijesë para Allahut është asgjë. Pra nuk themi krahasim, sepse çdo që krahasimi i krijesave, e themi arshi i Allahut para Allahut është ajo në perspektivë, nuk e themi dot. Po themi të shprehje tjetër. Çdo krijesë para krijuesit është asgjë. Pra në raport. Nuk bëhet krahasim. Dhe Allahu i madhëruar që të krijoi ty nga asgjëja, dhe origjina është një lëng, është ai cili të mban gjatë, është ai cili të krijoi për atë. Dhe të ka i shkëtimi, duhet të dimë se nëse adhurimet kthehen në rutinë, në zakone, dhe humbin shpirtin e tyre, atëherë të adhurimit kthehen në çfarë? Në një peshë të rëndë që ty ta vështirësojnë jetën dhe ta zbukurojnë atë. Prandaj është shumë e rëndësishme që nëse dëshiron që adhurimi të kthehet në atë që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, ja Bilal, o Bilal, thirrë ezanin, të qetësohemi me atë. Pa nëse këto adhurime i duam t'i përjetojmë dhe të hyjmë në xhami me një gjendje dhe kur dalim me gjendje tjetër, atëherë do jetë pra shumë më bukur dhe shumë më mirë. Dhe është shpreha kur ti je në namaz dhe mundohesh ta falësh namazin sa më shpejt, se të pret një punë tjetër më pas, atëherë kaq mendosh para kujt je ti dhe kush e ka ndorë çdo gjë dhe atë punë që ti të pret pas. Pse mos të zbrazësh tërë shqetësimin tënd në çështje? Dhe të marrësh rehatin tënde në adhurim, që nuk kalon 7 minuta. Dhe të 7 minuta nuk do të dëmtojnë ty, nuk do të vonojnë nga ai gjëja që ti po të pret pas namazit. Që në fakt jemi njerëz dobët, të gjithë ne. Na shqetëson diçka jashtë namazit, dhe koha namazit e kemi tërë shqetësimin në namaz dhe nuk kujtojmë subhanallah. Ndor të kujt është ajo që po na pret për të zgjidhur. Ndor të Allah të zonë. Po njeriu është që nxiton. Njeriu pra harron, njeriu gabon, njeriu është i paditur. Prandaj gjithmonë duhet të përkujtohet njeriu. Si ka për Ademi alayhis salam? Nësi Adam, u ghawa. Haroi Ademi alayhis salam dhe çfarë? Dhe gaboi. Por se natyra e njeriu do të jetë natyra e Ademit. Të kthehet tek Allahu azza wa jalla. Dhe natyra kujt?
e shejtanit që insiston ke e keqja tek gabimi. Allah i begatoft, Allah i ruaj.